asnjëri s'e ka menduar që do të jetë kaq gjatë e kaq e pa kuptim. Domethënë jemi në një situatë ku veç po shifen në çfarë situatë është bota, ndërsa ne merremi me konstitin e kuvendit. Kjo është goxha pa drejtë dhe vërtet nuk po ndihemi mirë. Nuk besoj që ka deputet. Po flas për të tjerë, po unë nuk ndihem mirë në këtë situatë që jam. Më ju thon drejt, si duket partive të ndonjë po ju konvenon kjo situatë, edhe kështu është gjendja. Belisha, keni pasur takime të reja me ndonjë prej partive? Jo, me asnjë. Domethënë ka 2 muaj, domethënë prej kohës kur ne kemi filluar diskutimet e para, ama nuk ka pas ndonjë takim. Edhe si duket për momentin nuk ka qëndrim, nuk ka interesim për me vazhduar. A ndonjë përpjekje? Absolutisht. Kryetari PDK-s është shfaqur i sigurt që mund t'i siguroj votat e një shumice të deputetëve që vinë nga partitë e radhave jo shumicë. Si deputet i Partisë Liberale Egjiptiane, secili mandatar që i siguron 60 e ka dhe votën time, votën për interes shtetit, edhe nuk jam bllokues. Domethënë, le t'i siguron secili dhe të ecin para sepse kjo vërtet nuk ka asnjë kuptim. Për krahun që vini unitetit të çdo gjë që është e mirë për vendin, unë e përkraj vetëm ec përpara, sepse vërtet në situatë besoj secili po e din, kjo është bërë veç rutinë e deklarimeve, po mendoj që çka është mjaft është mjaft. Faleminderit. Faleminderit juve.